Mos e neglizhoni, ja se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse i thani rrobat brenda në shtëpi. A i dini se nuk duhet i thani rrobat brenda në shtëpinë tuaj? Avullimi nga rrobat mund të jetë i dëmshëm për shëndetin. Një burr nga Bolton, Kerrick Mather, i cili thau rrobat brenda në shtëpi për një kohë të gjatë, pati infeksione të rënda të mushkërive. Ai pati probleme serioze të mushkërive dhe mori për një kohë të gjatë barna specifike për të luftuar infeksionet fungale. Mjeku i tha se gjendja mund të bëhet edhe më keq dhe se ai duhet të ndalte tharjen e rrobave në shtëpi. Prandaj Mather e ndaloi këtë zakon për 12 muaj, duke vënë re një përmirësim të dukshëm të shëndetit. Përvoja e këtij njeriu është vetëm një nga shumë shembujt. Ekspertët paralajmërojnë se tharja e rrobave në shtëpi për një kohë të gjatë mund të sjellë rreziqe shëndetësore për shkak të lagështisë që mbajnë rrobat. Një grumbullim i rrobave të lagura brenda në shtëpinë tuaj mund të prodhojë më shumë se 2 litra ujë, që qëndron gjithmonë brenda mureve të shtëpisë dhe shkakton edhe probleme të rënda me frymëmarrje.